Kaq vite pasi u bë nuse e shtëpis, Learta zbulon se si e thërret vjerën e saj, këtë gjë nuk e dinim. Learta Jakupi ka zgjedhur një mënyrë tepër të ndjerë dhe plot dashuri për ta uruar ditëlindjen e vjerës së saj, ikonës së muzikës popullore kosovare, Shyrete Beluli. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo ka ndarë me ndjekësit emocionet dhe respektin e madh që ka për artisten e njohur, duke e quajtur jo vetëm një figurë të admirueshme publike, por edhe një shtyllë të fortë brenda familjes. Në mesazhin e saj urues, Learta shkruan: "Gëzuar ditëlindjen mam, frymëzim dhe bekim për shumë, e sidomos për ne që të kemi pranë. Një diva e vërtetë. Të duam", fjalë që pasqyrojnë lidhjen e ngushtë dhe marrëdhënien e ngrohtë mes tyre. Ky urim ka prekur edhe fansat e shumtë të Shyrete Belulit, të cilët kanë reaguar me komente pozitive dhe urime të shumta, duke e vlerësuar jo vetëm karrierën e saj, por edhe figurën e saj si nën dhe vjerë. Shyrete Beluli, e njohur ndryshe si Bilbili i këngës popullore kosovare, ka festuar plot 64 vite jetë, një përvjetor i rëndësishëm që e gjen atë më energjike dhe më aktive se kurrë. Pavarësisht viteve, ajo vazhdon të jetë shumë e dashur për publikun, duke ruajtur freskinë artistike dhe prezencën e saj të fuqishme në skenën muzikore. Në këtë ditë të veçantë, këngëtarja është rrethuar nga dashuria dhe përkujdesja e familjes së saj, duke dëshmuar se përveç suksesit në karrierë, ajo gëzon edhe një harmoni të madhe në jetën personale. Festimi i ditëlindjes së saj është shndërruar në një moment reflektimi për rrugëtimin e gjatë artistik, kontributin e jashtëzakonshëm në muzikën popullore dhe ndikimin që ajo ka pasur ndër breza. Urimi i Learta Jakupit vjen si një dëshmi e qartë se Shyrete Beluli mbetet një figurë e admiruar jo vetëm nga publiku i gjerë, por edhe nga njerëzit më të afërt të saj, të cilët e shohin atë si frymëzim, bekim dhe një divë të vërtetë të skenës shqiptare. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.